Përshëndetje dhe mirë se vini në programin ton. Ne do të flasim sonte për një temë që në fakt prek zemrën e shumë njerëzve, ankthin. Si të çlirohemi nga ankthi? A ka një rrugdalje? A mund ta gjejmë qetësinë që zemra jon ka aq shumë nevojë? Ne jemi në studio me pastor Arjan Larashi, autori i disa librave, njëkohësisht drejtori ekzekutiv i Freedom in Christ Ministry Albania. Mirë se na erdhe, pastor. Mirë se u gjeta. Kënaqësi dhe të falenderojmë që ke gjetur kohën për qenë me ne sonte këtu. Faleminderit edhe ju për ftesën. Faleminderit. Pastor, do të flasim për një temë që shumë nga ata që po na ndjekin në fakt kanë interes. Çfarë është ankthi, pastor? Ose si krijohet ankthi? Po. Ankthi është një shqetësim i pavend që krijohet kur ne presim gjëra për të realizuar në jetën tonë, për të cilat nuk kemi fuqi dhe autoritet për t'i realizuar, dhe që shoqërohen me rrethana të tilla, të cilat ne nuk kemi aftësi për t'i ndryshuar apo për t'i kontrolluar. Pra, ankthi mund të shoqërohet gjithashtu të krishterët, besimtarët, pasi ne nuk kemi imunitet në lidhje me ankthin. Ne kemi autoritet për të rrëzuar pushtetin e ankthit. Ne kemi mundësi dhe veglat, instrumentat që mund t'i përdorim, lutjen, fjalën e Perëndis, që mund të hedhim poshtë ankthin, por që është diçka që është normale, doja të thoja, në jetën e të krishterëve dhe që mund të ndodhë. Po, por çfarë ndikimi ka tek ne dhe tek të tjerët? Ankthi është ngjitse, edhe ankthi si probleme shumë të mëdha në lidhje me stresin, me depresionin, kur ne kemi dëshira të cilat për muaj, për vite nuk plotësohen, ne insistojmë, ne mendojmë sikur janë nga Perëndia ato, dhe presim dhe insistojmë që të shikojmë të realizuara, ato nuk realizohen. Ka rrethana të cilat janë negative për jetën tonë dhe vinë një pas një, dhe për këto rrethana ne nuk kemi fuqi dhe autoritet për t'i ndryshuar ose për t'i hequr tutje, dhe kështu këto shqetësime shtohen dhe ankthi bën që ne mund të kalojmë në stres, në depresion, mund të kalojmë në probleme gjithashtu fizike, pasi gjithmonë stresi dhe depresioni lidhen dhe prodhojnë dhe probleme fizike. Dhimbje koke, dhimbje stomaku, kurizi, temthi e të tjera, të cilat në qoftë se ankthi do të vazhdojë më tepër, atëherë mund të shtohen akoma më tepër. Dhe prandaj është e nevojshme që ne mund të merremi me të. Po, pastor, çfarë thot Bibla për ankthin? Ka shumë besimtarë ose persona që mendojnë se të pasurit ankth është mëkat ose ndihen në faj që nuk janë në besim. Ankthi nuk është mëkat. Pra, domethënë, ankthi, si thash, është një shqetësim që ne kemi. Dhe shqetësimi është pjesë e emocioneve tona. Pjesë e mënyrës të menduarit. Pra, si ne mendojmë ose si ne trajtojmë çështjet, problemet në jetën tonë. Mëkat mund të jetë mosbesimi dhe rrjedhimisht bazë mund ta ketë mëkat, por vetë si ankth nuk mund ta quaj mëkat, pasi është tërësisht emocionale dhe mendore, që vjen nga pjesa e shpirtit tonë. Fjala e Perëndisë thotë shumë qartë në Efesianët, kapitulli 4, mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh, përgjërimesh me falënderim. Dhe paqja e Perëndis, që atë i kalon çdo zgjuarsie, do të ruaj mendjet dhe zemrat tuaja në Krishtin Jezus. Po. Pra është një farë zgjedhje, mos u shqetësoni thotë, ti zgjedh mos u shqetësohesh. Dhe pastaj edhe në një letër të Pjetrit thuhet, gjithë merakun hidheni te Krishti. Po. Sepse ai kujdeset për ju. Domethënë, ne si të krishterë duhet të shkarkojmë komplet të gjithë shqetësimin tonë, gjithë merakun që ne kemi tek Perëndia. Dhe ne të bëjmë pjesën tonë dhe Perëndia të bëjë pjesën e tij. Por ne duhet i kuptojmë shumë qartë këto, si të krishterë, sepse ndodh që ne si besimtarë mund të ngatrojmë rolin tonë, mund ta ngatrojmë me rolin e Perëndis, ose rolin e Perëndis mund ta ngatrojmë me rolin tonë. Dhe kështu që mund të bëjmë një miks në këtë rast dhe nuk ja dalim dot, dhe ankthi shtohet akoma më tepër. Dhe aq më tepër ankthi është ngjitës, është diçka shpirtërore, është një smundje shpirtërore
që kalon në pjesëtarët e familjes, nga pjesëtarët e familjes në komunitetin ku ti bën pjesë, në punën tënde, në kishën tënde, në ambientin e studimit biblik ku ti je, pra mund ta përçosh dhe të tjerët mund të marrin ankthin tënd. Pra ka gjasa që kur dikush pranë teje është në ankth, ti mund të fillosh të ndjesh disa shqetësime më pas? Në ç'kuptim është ngjitës? Në qoftë se ti ke një person që është në ankth, patjetër do të ndikohesh prej tij. Pasi përçohet. Dhe më e keqja është që ndonjëherë ne nuk e kuptojmë që jemi në ankth. Pra ankthi është i fshehur, është kamuflues, dhe ne mund të kuptojmë veten sikur jemi në rregull, jemi shumë mirë, por në fakt mund të jemi në ankth. Pra domethënë vazhdojmë që mund të kemi ankth kronik, që është pjesa më e stërgjatur e ankthit, që mund të vazhdojmë me vite, ose mund të kemi ankth akut, që vjen për një kohë të caktuar, për probleme të caktuara, të cilat nuk janë realizuar dhe që vijnë nga synimet tona, që mund të jenë dhe pozitive synimet tona, por nuk janë synimi i Perëndis. Nuk janë plani i Perëndis, nuk janë vullneti i Perëndis. Pra kur ne ndikim synime që qofshin ato si pozitive, edhe nga Perëndia mund të jenë, dhe që rrethanat dhe njerëzit i pengojnë çdo ditë, i pengojnë edhe pasi agjerojmë, edhe pasi lutemi, edhe pasi luftojmë kundër çdo pushteti të errësirës. Atëherë këto rrethana fillojnë dhe shtohen akoma më tepër. Këto probleme pengohen akoma më tepër për t'u realizuar. Atëherë besimtari ndodhet përballa ankthit dhe vuan pasojat e ankthit. Në qoftë se ai nuk di që të kuptojë që ky synim është pozitiv, është i mirë, por duhet të marrë një kthes. Duhet të marrë një drejtim tjetër në mënyrë që të kuptojë kush është vullneti i Perëndis, të kuptojë mendjen e Perëndis. Dhe prandaj është e rëndësishme që të kemi një marrëdhënie personale të përditshme me Perëndin. Në mënyrë që të marrim prej Perëndis dhe të marrim dhe zgjidhje për jetën tonë, të marrim gjithashtu dhe përgjigje për jetën tonë. Po, pastor, nga eksperienca juaj ka vite në shërbes pastorale, në udhëtime të shumta, takime me shumë njerëz, si mendon sa i përhapur është ankthi tek besimtarët sot? Ankthi ka ndodhur me mua, unë kam kaluar proces ankthi kalon dhe kap të gjithë besimtarët, si thash është e natyrshme, mund të jetë akut dhe kronik, por shoh që ankthi në shoqërinë tonë është shumë i shtuar. Pse është i shtuar? Ne kemi një shoqëri shumë të lidhur pas medias. Pra të gjithë besimtarët janë të lidhur me median. Me rrjetet sociale dhe dhe informacioni është shumë i madh. Dhe kur njeriu merr informacion të madh, që është i shumt, i përditshëm, ndonjëherë ndryshon, ndonjëherë është i njëjti dhe vjen me impulse më të dobta ose më të fuqishme në mendjen e besimtarit. Në qoftë se ai nuk ka një filtr të fjalës Perëndis në trurin e tij, në zemrën e tij, për të filtruar këto, kur ai nuk është i përgatitur në lutje, kur ai nuk është i përgatitur në një marrëdhënie me shkrimin, me fjalën e Perëndis, për të qëndruar i rrënjosur në të vërtetën e fjalës Perëndis, atëherë ai nuk ka aftësi për të filtruar këto mendime negative. Presioni që vjen nga informacionet negative që vjen nga bota, nga njerëzit, dhe prandaj në Efesianët kapitulli 4 thuhet shumë qartë që mos jemi të lëkundur si foshnja andaj këtej, të mashtruar nga gënjeshtrat e njerëzve. Dhe pastaj në Romakët thuhet në kapitulli 12 vargu 2, mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtërisë së mendjes suaj, në mënyrë që të dini të mësoni se cili është i miri, i pëlqyer vullneti i Perëndis. Pra domethënë, ne si krishterë, detyrën e parë kemi që mos konformohemi me këtë botë. Që ne informacionet që i marrim, të mos i marrim me një zemër pritse sikur ndodhin me ne. Për shembull, nëse ne lexojmë në Facebook që ndodhi për shembull një virus po parapet, dhe nëse ti e merr atë si frikë dhe thua, "Oh, po vjen dhe këtu, po do smurem edhe unë, do kem probleme edhe unë", atëherë ti fillon dhe hyn në ankth. Kurse nëse ti mendon dhe beson që po, fjala e Perëndis thotë që edhe sikur 1000 të binin në të djathtën time, e 10.000 në të majtën time, mua nuk do të më afroj, dhe ka fjalën për murtajën, për smundjen, dhe ti e shpall me besim këtë, duke zgjedhur të besosh me gjithë zemër këtë pjesë të shkrimit, atëherë frika jote largohet, atëherë ankthi largohet, shqetësimi largohet. Ti the që personalisht ke përjetuar ankth, megjithëse ndonjëherë krijohet ideja që ata që janë në shërbes pastoriale në drejtim, ata janë rregull, ata nuk kalojnë asgjë. Ju keni imunitet për ata mund të jenë më tepër në ankth.
sepse kanë presione shumë të mëdha. Presione nga satani, presione nga bota, presione nga opinioni. Ata që janë ndërtim vuajnë, po them, pasojat më të mëdha të aktit. Dhe ne dim që ka shumë të krishterë, shumë besimtarë që janë drejtues, apo janë pastor, apo janë mësues, dhe ata kanë një peshë shumë të madhe në drejtim, kanë një peshë shumë të madhe në shërbes, dhe për shkak të peshës që ata mbajnë, të gjithë tufës e tyre, të gjithë kishës e tyre, ata mund të kalojnë në situata mjaft të vështira shpirtërore. Ekspozimi është më... Sepse është ekspozimi më tepër dhe ata kanë nevojë në mënyrë që të qëndrojnë të rinjosur. Dhe ne dim që ka burning out, pra ka pastorë që digjen, konsumohen shpirtërisht. Dhe kur konsumohen shpirtërisht, ata janë të konsumuar dhe fizikisht. Ata largohen nga shërbesa, ata nuk shkojnë në një drejtim ku Perëndia i thret dhe lënë gjithçka dhe janë njësoj si njerëzit e tjerë, normal. Po. Pastora, ka pasur ndonjë situatë vështirë në jetën tënde kur je përballur me ankthin, ndoshta ti mund të duash të mos e bësh publike, por si ja ke dalë për ta përballuar? Po me që ka bën Covidin për shembull, në atë kohë unë besoj që të gjithë krishterët, gjithë besimtarët kemi kaluar një kohë ankthi. Mendoni pak, vinin informacionet, shumë njerëz po vdesin, ne shikonim në Itali, shikonim njerëz të vdekur, arkivole shikonin media e egzageronte. Ato nuk ishin të vërteta. Në Kinë, në Wuhan, njerëz të bllokuar, të mbyllur, ne shikonim se çfarë ndodhte. Dhe në këto momente ne krijuam një perceptim negativ, dhe unë personalisht. Që po ndodh diçka, domethënë shumë e madhe, shumë e keqe dhe pasaj dhe gjërat e tjera, planet e të keqe të ligut që mund të ndodhin dhe në ato muajt e parë mezi kanë amortizuar, si të thuash, këtë pushtet, këtë informacion të gabuar, duke medituar në shkrimin e shenjtë, duke hedhur poshtë në emër të Jezu Krishtit, çdo gënjeshtër, duke qëndruar në të vërtetën e fjalës Perëndis, dhe duke shpallur me guzim atë që është shkruar për mua në shkrimin e shenjtë dhe për të gjithë besimtarët. Në mënyrë që ajo të vazhdonte të qëndronte në mendjen time dhe që mendja ime të transformoheshe, dhe Covidi ka qenë një sëmundje që më tepër influenconte në mentalitetin e njeriut sesa në fizikun e tij. Më tepër Satani, si të thuash, sulmonte nëpërmjet mediave, nëpërmjet asaj që përhapej, në atë kohë sulmeve psikologjike, sesa në fizikun e njeriut. Dhe njeriu në atë moment ka patur goxha depresion, ka patur kohë kur ai përveç depresionit kalonte edhe në shtimin ose në rënien e imunitetit apo në shtimin e problemit të Covidit, dhe pastaj kalon edhe në vdekje një pjesë prej njerëzve, kur ata nuk e kapnin në drejtimin pozitiv të asaj çka po ndodhte. Pra më tepër vrau frika se virusi. Më tepër frika, më tepër informacioni i re, më tepër besimi të gënjeshtrat, dhe problemi ishte rrejnë e kishte në psikologjia, në mënyrën e të menduarit. A ka qenë një varg biblik kyç për ty, që ka qenë çelësi i ngushëllimit, megjithëse ka vargje pafund, por që ti e kujton vazhdimisht dhe të ka mbajtur momente vështira? Psalmin 91. 91. Kjo tek Filipianët, mos u shqetësoni, për asgjë. Ka shumë vargje të cilat tregojnë mbrojtjen e Perëndis, që është një kalas strehimi, një kull strehimi për ne, që në kohë fatkeqësie, ai është gjithmonë pranë nesh. Qysh në barkun e nënës, Perëndia ka shkruar vitet e jetës time. Edhe ti ke caktuar, Zot, një të ardhme të mirë për ne, dhe jo një të ardhme me probleme për ne. Jeremia, një të ardhme të ndritur. Ti ke premtuar besimtarët e Zot që ti do të jesh një mbrojtje, ti madje do të hapësh një rrugë në mes të detit, do të hapësh një rrugë në mes të shkretirës, në mes të vështirësive, sepse ti je pranë meje. Ti asnjëherë nuk mund braktis, pra ka shumë vargje në fjalën e Perëndis që në qoftë se ne edhim poshtë gënjeshtrat e Satanit, në lutje, në emër të Jezu Krishtit, dhe i shpallim këto, i përsijatim këto vargje, me fjalë, me zë, atëherë këto vargje bën pjesë e transformimit tonë mendor, frymë shenjtë na prek nëpërmjet shkrimit, dhe kur ne qëndrojmë në të vërtetën e Perëndis, kur mendja jonë transformohet, atëherë patjetër shpirti ynë fuqizohet, gjithë qenia, vullneti ynë i lirë, ndjenja, perceptimet, mënyra se si ne perceptojmë situatën, mënyra se si ne marrim pozicionin tonë në këto situata të vështira, kjo tregon atë që se sa ne do të jemi përballues ndaj ankthit, apo se sa ne do të jemi njerëz që do të lejojmë ankthin që të na brëzojë dhe të na bëjë që të ndjehemi shumë keq,
shpirtërisht, mendërisht dhe fizikisht. Ka pasur momente në jetën tënde, pastor, kur ti ke shpallur këto vargje me zë, ke medituar, e aty për aty është dukur se nuk ka pasur ndonjë ndryshim të madh, por që me patjetër fjala e Zotit jep rezultat? Po, kjo është mënyra e jetësimit të përditshme. Dhe unë besoj që në të gjithë besimtarët duhet të kenë këtë mënyrë të tillë sepse shkrimi e thotë. Në letra e 2 e Korintasve ne kemi ato vargje famoze që janë kapitulli 4, në kapitulli 10 më falni, vargjet 4 deri 5, që ne kemi armë frymërore, të tilla të afta, që të hedhin poshtë çdo ide, çdo fortesë që idhet kundër njohjes së birit Perëndis, dhe t'ja nënshtrojmë këto dëgjesës së Krishtit. Pra t'ja nënshtrojmë këto të dëgjuarit shpirtëror, të së vërtetës, të fjalës Perëndis dhe të zbatuarit të saj, të hedhjes së saj në praktik. Sepse dëgjimi nuk është thjesht dëgjimi me vesh fizik. Dëgjimi është dëgjimi me vesh fizik, dëgjimi frymëror shpirtëror. Ne dim që Izraeli, edhe pse dëgjonte fjalën, nuk dëgjonte frymërisht, pra ishte rebel ndaj Perëndis. Dhe Perëndia thotë, edhe pse ke vesh nuk dëgjon, edhe pse ke sy nuk shikon. Pra, është e rëndësishme që kur kjo fjalë dëgjohet dhe besohet si e vërtet, të gjitha këto mendime negative, ide që idhen kundër njohjes së birit, ne kemi autoritetin si të krishterë që t'i hedhin poshtë në emër të Jezu Krishtit. Pra, t'i revokojmë, të mos i pranojmë dhe t'ja nënshtrojmë këto asaj që ne dimë në fjalën e Perëndis, të vërtetës së fjalës Perëndis. Dhe ka ndodhur shumë herë kjo. Ka ndodhur shumë herë në jetën time kur vijnë mendime negative, mendime që përpiqen të më çojnë diku për skutat e ankthit, dhe menjëherë unë hedh poshtë në emër të Jezu Krishtit to mendime negative dhe shpall vargje të cilat janë në shkrimin e shenjtë. I shpall me zë, sepse me zë është shumë e rëndësishme nëse ne i shpallim. Me zë ato bën pjesë, thuashe, e realitetit shpirtëror që ne jemi, dhe këtë që ndodh në ne e dëgjon dhe sfera frymërore. Dhe kur e dëgjon sfera frymërore, angjëjt e Perëndis, Perëndia, dhe sigurisht dhe ndonjë angjëll i Satanit që mund të jetë atje, pra nesh për të na tunduar, për të na akuzuar, edhe ai ti këtu të largohet në emër të Jezu Krishtit. Mos ketë asnjë vend në jetën tonë, sepse kjo është betejë frymërore që ne kemi dhe që duhet të bëjmë. Betejë jonë nuk është kundër gjakut të dhe mishit, siç thuhet në Efesianët kapitulli 6. Është kundër principatave të errta në vendet qellora, të cilat janë gjithmonë kundër nesh. Dhe targeti i tyre janë besimtarët, sepse ata e kanë botën në dorën e tyre. Ne jemi shënjestra që ata duan të godasin. Po. Edhe një herë, pastor, mund na sjellësh në vëmendje si mund të dallojmë ankthin e përditshëm nga një ankth më i thellë dhe i rrezikshëm për trupin dhe për shpirtin ton? A ka stade ankthi? Po. Ka stade, në qoftë se i krishteri, si thash, kalon në disa hapa të ankthit, kur ai ka një dëshirë që nuk i plotësohet dhe kalon një javë, 2 javë dhe pastaj i plotësohet kjo dëshirë, atëherë ai e kalon këtë ankth dhe pastaj fillon dal nga dal restauron marrëdhënien e Perëndin me fjalën, me të vërtetën, dhe e ka parë që ajo që ai kishte, dëshira që ai kishte, u realizua dhe këtu qetësohet. Po në qoftë se dëshirat e tij gjithmonë vazhdojnë dhe bllokohen dhe ai kalon në zemërim, kalon në inat, ja u reflekton fajin të tjerëve, atë problem që ai ka për veten e vet ja u reflekton të tjerëve. Ai kalon pasaj në mbyllje të vetvetes, ai nuk dëshiron që të ketë komunikim me njerëz të tjerë. Pasaj dal nga dal kalon në stres, në depresion, dhe nëse kjo vazhdohet, fillojnë dhe dalin dhe shfaqen dhe smundje fizike, të cilat për moshën ndoshta mund të mos jenë të arsyeshme. Dhe besimtari duhet të kuptojë që pse erdhi ky problem në jetën time. Pse ndodhi kur un kam qenë mirë, pse ndodhi kjo? Dhe kur ka shqetësime mendore të vazhdueshme, atëherë patjetër kjo është një shenjë që tregon që ka ankth. Nëse ne insistojmë të realizohet kjo, dhe presim çdo ditë, su realizua, nuk u realizua, po kur? Nesër, pas nesër, po jo pas një muaji. Po pse ndodh kjo? Atëherë ndodh sepse ne kemi ose drejtime, synime, të cilat janë tonat personale, planet që janë tonat personale, jo të Perëndis. Pse? Sepse kur i ka Perëndia planet, ai ka aftësi të realizojë ato. Amen. Ai shkatron çdo pushtet të errësirës.
ai pengon çdo njeri që i pengon këto plana. Pra ndalon çdo njeri që kërkon të synojë, të ndaloj planin e Perëndis. Kurse ku ne shohim që ka njerëz që na pengojnë planet tona, u lutëm, agjeruam. Kemi siguri, mendojmë sigur ky është plani i Perëndis dhe kemi siguri dhe insistojmë në këtë plan, atëherë ndodhin rrethana negative të tilla që çuditemi dhe themi pse, si ka mundësi? A nuk ishte plani i Perëndis ky? Dhe këto rrethana negative shtohen dhe shtohen edhe pas lutjeve, edhe kur të tjerët ty në lutje dhe ndërmjetësojnë për ne. Atëherë e kuptojmë që ka patjetër, si thua, është një pengesë që vetë Perëndia e lejon. E lejon Perëndia në mënyrë që ne të marrim një drejtim tjetër. Ne të dorëzojmë komplet planet dhe dëshirat tona. Ti dorëzojmë të gjitha në dorën e Perëndis duke thënë u bëft vullneti yt o atë. Dhe jo jemi. Pra a jemi gati për të thënë një gjë të tillë? A jemi gati që nëse kemi synimet tona që mund të jenë perëndishme, këto, por që nuk përkojnë me vullnetin e Perëndis, të mund t'i lejmë dhe t'i dorëzojmë në altarin e Zotit. Dhe t'i themi Zot merri këto synime. Sepse këto nuk po realizohen. Merri Zot dhe u realizofshin në kohën kur ti dëshiron. Ose fare Perëndi. Në qoftë se është në planin tënd, unë të falenderoj për gjithçka që ti më ke dhënë. Edhe nëse këto nuk realizohen, sepse unë e di që ti ke më të mirën për mua, Perëndi. Edhe në qoftë se ka probleme të vështira në jetën time, unë e di që këto do ndikojnë dhe do të bashkëveprojnë për të mirën time. Sepse unë jam i thirrur për te dhe unë të dua ty o Zot. Çdo gjë bashkëvepron për mirë për atë që është i thirrur nga Perëndia dhe që do Perëndin. Thuhet tek Romakët. Pra, kur e kemi të mbushur mendjen me të gjitha këto pjesë të shkrimit të shenjtë, dhe ne jetim në praktikë këto i realizojmë përmes shpalljeve, përmes përsijatjeve, përmes meditimit të shkrimit të shenjtë, atëherë këto bëhen pjesë e qenies tonë, bëhen pjesë e jetës normale të përditshme në betejën shpirtërore që ne kemi, me pushtetin e errësirës, me botën, me mishin, me mëkatin që na qarkon rreth nesh dhe ne qëndrojmë në Perëndin dhe ecim përmes hirit të tij, sepse hiri i tij është ai që na mban dhe na qëndron. Pra këta janë disa hapa konkret që na ndihmojnë ne për të çliruar nga ankthi si besimtar, por ndoshta edhe një vendimarrje për të zbatuar fjalën e Zotit ku ti the Bibla thot mos u shqetësoni për asgjë. Pra është edhe një vendimi i yni personal. Secilës ditë thot fjala e Zotit i mjafton piklimi vet. Po. Mos u shqetësoni për të nesërmen, sepse e nesërmen ja kujdeset për vete. Pra ka shumë vargje që janë fantastike në lidhje me këtë. Por unë po ju them dhe po i ndihmoj besimtarët në mënyrë që ata të kenë urtësinë e dur në këto momente si mund të ecin në disa hapa praktike, në mënyrë që të largohen nga ankthi, të çlirohen prej ankthit. Së pari, ti lutem Perëndis, si Perëndia t'ju tregoj çfarë synime, qëllime kanë ata në jetën e tyre që po ju pengohen. Po ju pengohen në mënyrë të vazhdueshme. Dhe ti lutem Perëndis që ai t'ju tregojë që shiko, birim, shiko bija ime. Pikërisht është ky synim që ti ke marrë dhe që ti po insiston që të realizohet, por po të lodh shumë ky synim. A ke mundësi që ta lesh fare ose të ndryshosh drejtim, të bësh diçka tjetër? Dhe prit, dëgjoj zërin tim. Dëgjoj dhe kupto vullnetin tim që un kam për jetën tënde. Dhe kur ti merr vullnetin e Perëndis, që Perëndia ka për jetën tënde, në mënyrë specifike, personale, atëherë ti përqendrohesh atje dhe bazohesh, fokusohesh 100% në atë drejtim. Dhe me patjetër ajo gjetet të realizohet. Pra hapi i parë është që ti lutesh Perëndis, të kuptosh kam ndonjë synim timin ose ndonjë synim toksor njerëzor që mbështetet në mishin tim, jo në planet e tua, Perëndi, jo në vullnetin tënd. Dhe në qoftë se marrin këtë vendim të tillë, në jetën e tyre do të jetë një bekim jashtëzakonisht i madh. Pastaj pika e dytë. Në pikën e dytë do t'i bëjnë 3 pyetje vetvetes. Çfarë do të bëj Perëndia në lidhje me këto gjëra të cilat unë i kam për zemër dhe jam lutur atij për t'i realizuar? Së dyti, çfarë mund të bëj unë në këtë kohë të vështirë, në këtë problem të vështirë që unë po kaloj? Dhe së treti, çfarë mund të bëjnë njerëzit e tjerë? Bashkëshorti, bashkëshortja, fëmijët, kisha të afërmit, pastori, drejtuesit e kishës, të gjithë. Pra, e para është çfarë do të bëj Perëndia për këtë gjë. Dhe Perëndia e ka në shkrimin e tij. Unë do të mbroj, unë Zot braktis, unë jam shëruesi yt, unë jam ai që do të ndihmoj, unë të kam në frymën e shenjtë,
bazohu në mua, shpall të vërtet në fjalë, bazohu në mua, përshëndrohu në mua dhe detyra jon pasaj. Çfarë është? Gjithë merakun ton ta hedhim te Krishti. Në lutjet tona të themi Zot, un kam këtë problem. Zot, un kam këtë shqetësim. Zot, un po kaloj këtë situatë të vështirë. Un kam këtë hall në jetën time. Un po e dorëzoj në ty o Perëndi. Çfarë do bëj? Ndoshta do të shkoj të bëj një vizitë në doktori. Ndoshta do të më duhet të takoj një person me të cilin kam problema. Dhe duhet të bisedoj me të, ballë për ballë. Ndoshta duhet të bëj një agjerim. Ndoshta duhet të marr këshillime nga një këshilltar, nga një mentor. Pra domethënë ne do të bëjmë rolin ton dhe mund të bëjmë në faqen e një flete format, për shembull, e ndajmë në 3 pjesë në mënyrë praktike dhe bëjmë pyetjen e parë. Çfarë do bëj Perëndia? Çfarë do bëj unë? Çfarë do bëjnë të tjerët? Dhe i rendit të gjitha pikat që do bëj Perëndia, dhe që ka shkruar në shkrimin e shenjtë, premtimet e tij. Unë do bëj këtë për ty, unë do bëj këtë, unë do bëj këtë, unë do bëj këtë. E dyta, çfarë do bëj unë? Unë do lutem, unë do agjeroj, unë do të adorëzoj çdo gjë tek Zoti. Unë do të takoj këtë njerëz, unë do shkoj të bëj një vizitë, unë do bëj këtë, unë do paguaj financa për kështu, për operacionin, unë do të bëj. Pra, çfarë do të bësh ti? Pastaj se si do të dalë operacioni, është Perëndia se si do ta bëj atë. Është ai se si do drejtoj duart e doktorëve. E kuptojmë? Pra domethënë gjithmonë duhet të kemi një mendje të shëndetshme në mënyrë që të ndajmë një nga një ato. Çfarë do të bëjnë të tjerët pastaj? Kisha, do të lutet për mua, do ndërmjetësoj telefon pastorin. Pastor, unë kam këta. Mund të luteni për mua, të tjerët? Dhe kështu në këtë mënyrë ti e amortizon anktin dhe fillon të punosh për ta hequr tot anktin. Dhe pastaj çfarë ka? E treta janë ushtrimi i disiplinave frymërore, shpirtërore. Kalo kohë me Perëndin. Lutu. Agjëro. Shpall të vërtetat e fjalës Perëndis. Idhi poshtë të gjitha gënjeshtrat që Satani kërkon të fut në mendjen tënde. Bëj ushtrime fizike, bëj ecje në natyrë. Mund të përdorësh çajra për shembull që janë të ndikojnë për heqjen e stresit. Mund të përdorësh medikamente pozitive që janë për heqjen e stresit. Mundet për shembull që problemi yt mund të vijë nga një mungesë vitaminash të nevojshme. Mungesa për shembull e B12, vitamina B12 është shumë e nevojshme. Pra, kjo vitaminë është e nevojshme dhe mungesa e saj ndikon negativisht në sistemin nervor të njeriut. Apo mungesa e magneziumit. Në qoftë se njeriu ka mungesë magnezi, atëherë shkon tek doktori, bën një analizë dhe kupton. Po të ketë një mungesë magnezi, atëherë mund të ndodhë që ka probleme me anktin pikërisht dhe nga kjo. Ose mund të ndodhë nga tiroidet, çështja e jodit. Ndoshta mund të shkohet në Bregdet për një kohë, për ata që kanë mungesë jodi. Dhe kjo ndikon dhe zbut problemin e anktit. Pra, ka mënyra se si njeriu mundet dhe nga ana praktike të marrë ditë pushimin në javë, të ushtrojë sabatin, ditën e shtunë, një ditë në javë të pushojë, të marrë disa ditë, 10 ditë, 15 ditë pushimi në vit, të marrë kohë të shlodhje në natyrë, të bëj ecje, shumë e nevojshme. Është e nevojshme të ndryshojë mendjen e tij, të shikojë natyrën, të dalë në natyrë, të kënaqet me prezencën e Perëndis. Të gjitha këto ndikojnë gjithashtu edhe në largimin e anktit. Po flas hapat praktik që ne mund të bëjmë në mënyrë që vërtet të kalojmë këto situata të tilla. Për kujdesje edhe fizike, përveç pjesës shpirtërore, përmendi pak edhe rolin e kishës. Një ndihmë shumë e madhe për ata që janë duke u përballur. Pastora, do të kishe ndoshta në mënyrë përmbledhëse një mesazh për dikë që është duke vuajtur ose duke kaluar ankthin në heshtje? Është mirë që ai besimtar, ajo besimtare duhet të kërkojë një kohë me Perëndin, të ketë një kohë me Perëndin, dhe t'i lutet atij dhe t'i thotë: Zot, cili është problemi që unë shqetësohem për ty? Që shqetësohem në jetën time dhe që të kam drejtuar ty? Është ky problem. Atëherë, çfarë mund të bëj unë Perëndi për këtë problem? Më ndihmo që unë kur të shikoj shkrimin e shenjtë, të kuptoj cili është roli tim në lidhje me këtë gjë. Çfarë mund të bësh ti Perëndi? Dhe kur ajo të lexoj shkrimin e shenjtë, do të kuptoj çfarë bën Perëndia. Dhe t'i shkruaj të gjitha këto. Dhe në lutjet e saj personale të mund t'ia drejtoj këto Perëndis. Dhe të shikoj, po që se ai problem ku është fokusuar ajo,
nuk është nga Perëndia, nuk është në planin e Zotit, por është thjesht vetëm dëshira e saj. Është vetë këmbëngulja e saj. Atëherë le ta lerë ata. Ta dorëzoj fare tek Zoti. Thotë, edhe nëse nuk bën, nuk ka problem. Unë po largohem nga ky drejtim, po zgjedh një drejtim tjetër, Zot, ta provoj një herë. Të lutem më ndihmo cili është drejtimi tjetër që unë do të marr. Është mirë të kaloj kohë me fjalën e Perëndis, ndoshta edhe agjerim, lutje me agjerim, dhe të marr gjithashtu këshillime nga mentor, nga pastor, ndryshëm njerëz të cilët mund ta ndihmojnë atë për t'i treguar të vërtetat që ndodhin në jetën e saj, qoftë edhe me fjalë njohurie, me fjalë diturie që njerëzit mund ta ndihmojnë pra nga kisha, apo dikush që ka dhunti profetike dhe mund t'i jap një mendim profetik nga Perëndia për jetën e saj, në mënyrë që ajo ta besojë me gjithë zemër. Edhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme, sepse kur ne bazohemi në gurët kilometrik që Perëndia ka dhënë, dhe gurët kilometrik janë dhe profecitë që Perëndia ka dhënë për ne përmes njerëzve me dhunti profetike, atëherë këto duhet të rrënjosen në mendjen tonë, në zemrën tonë, që ti mbash këto me besim, të rrënjosesh me besim dhe të ecësh duke praktikuar marrëdhënien e Perëndin, fjalën e Perëndis. Amen, lavdi Jezusit. Dhe pastaj të bëj gjëra praktike që mund të jenë. Për shembull ka çajra ose vaj për shembull që ndihmon, vaj i lule basanit. Është një vaj shumë i mirë që ndihmon në largimin e stresit dhe të ankthit nga ana praktike. Merja për shembull, ylli merja e këshillon shumë. Po. Këtë edhe janë gjëra që mundet ti zbatojnë. Çaji i barit të bletës apo trumza, që janë për shembull çajra që mund të ndihmojnë edhe nga ana fizike, sistemi nervor, dhe sistemi nervor qetësohet dhe ndërkohë patjetër duhet të ketë këtë marrëdhënie me Zotin dhe të ushtrojë këto disiplina shpirtërore. Po. Faleminderit pastor për çdo këshill të vlefshme që na dhe. Faleminderit dhe ju për ftesën. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Kuptuam sot se ka shpresë, ka forcë, mbi të gjitha ka një Zot që na do dhe kujdeset për ne. Zoti nuk na ka krijuar që ne të jetojmë të roberuar nga frika, por të lirë në dashurinë dhe në praninë e Tij. E nëse po kaloni një periudhë të vështirë, mos harroni, nuk jeni vetëm, Zoti është me ju dhe ai ju fton të hidhni mbi të gjitha shqetësimet tuaja, sepse ju do me një dashuri të përjetshme. Rikthehemi pas pak në studio.